Një val incidente shtëdhunës dhe përplasjeve fizike ka trunditur Gostivarin brenda vetëm 24 orëve, ku janë regjistruar disa raste të ndara në familje dhe në hapësira publike. Nga sulme mes bashkëshortëve deri tek përplasja me të mitur me dëmtim prone, policia ka ndërhyrë në disa lokacione të ndryshme, duke shënuar një ditë të ngarkuar me raste të rendit dhe sigurisë publike. Autoritetet thonë se po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave në secilin rast. Në rastin e parë, zyrtarët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar kanë privuar nga liria një grua 40 vjeçare nga një fshat i Gostivarit, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak nga bashkëshorti i saj 52 vjeçar, pas një debati të shkurtër në shtëpinë familjare, e kishte sulmuar fizikisht, me çka kishte thyer një pjesë të mobiljeve dhe i kishte dëmtuar celularin. Në rastin e dytë, në njësinë policore Gallat, J.A. 49 vjeç dhe bashkëshortja e tij S.A. nga fshati Pozharani i Gostivarit kanë denoncuar se në fshatin Gallat, pas një debati paraprak, janë sulmuar fizikisht nga E.I. nga fshati Vrapçisht i Gostivarit. Në rastin e tretë, D.B. 50 vjeç nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 13:30 në rrugën Vllezër Regjinovski në Gostivar, djali i tij 17 vjeçar pas një debati paraprak është sulmuar fizikisht nga një person i cili po punonte në rënimin e një objekti pranë oborit të tyre dhe i cili ka tentuar t'ia marrë celularin. Dhe në rastin e fundit, L.M. 44 vjeç nga Gostivari ka denoncuar se në orën 21 në një nga rrugët e qytetit, djali i tij 17 vjeçar pas një debati paraprak është sulmuar fizikisht nga një person i gjinisë femrore, me çka ajo ia ka marrë dhe ia ka thyer celularin. Policia e Gostivarit njofton se në të gjitha rastet janë ndërmarrë masat e nevojshme dhe po punohet për dokumentimin e plotë të tyre, ndërsa pas përfundimit të procedurave hetimore do të ngriten parashtresat përkatëse ndaj personave të përfshirë.